Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar këtë të premte një takim me ekspert të financave mbi prioritetet kryesore në rrugën e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së tij, Rama ka theksuar se është e rëndësishme që paqja fiskale të hartohet dhe të përmbyllet me sukses në aspektin konceptual deri në fund të këtij viti, në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë me zbatimin e saj. Kryeministri shprehu bindjen se nëse paqja fiskale konceptohet dhe planifikohet ashtu siç duhet, do të jetë një mesazh shumë pozitiv për sipërmarrjen dhe do të mund të rrisë edhe të ardhurat për arkën e buxhetit të shtetit, ndërkohë që pika kyçe mbetet rritja e performancës në tërësi dhe ulja e informalitetit. Shumë e rëndësishme që paqja fiskale të hartohet dhe të përmbyllet me sukses në aspektin konceptual deri në fund të këtij viti, në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojmë me zbatimin e saj. Unë kam shumë besim që nëse paqja fiskale konceptohet dhe planifikohet ashtu siç duhet, do të jetë një mesazh shumë pozitiv për sipërmarrjen, por besoj do të mund të rrisë edhe të ardhurat për arkën e buxhetit të shtetit, ndërkohë që pika kyçe mbetet rritja e performancës në tërësi dhe ulja e informalitetit. I pranishëm ishte edhe Ministri i Financave Petrit Malaj, i cili theksoi se ekonomia shqiptare do të garantojë një trajektore të re zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik.